Komisioni Parlamentari i Medias shtyr me 2 javë fatin për dorëzimin e kandidaturave për kryetarin e Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Ky vendim u mor pasi në këtë komision nuk është paraqitur asnjë kandidat për këtë post, ndërsa për anëtarët e Këshillit Drejtues janë paraqitur 69 kandidat, nga të cilët 6 nuk plotësojnë kriteret e kërkuara dhe u skualifikuan. Nga kandidaturat e depozituara, asnjë prej tyre nuk është për kryetarin e Këshillit Drejtues. Mendojmë që t'japim një mundësi të dytë, pra në përputhje me gërmën dhe sidomos me frymën e ligjit, si edhe me faktin që s'kemi kandidaturë, s'mund ta shpikim vetë, për të plotësuar këtë post vakant. Të ecim paralel dhe afatet ligjore të përcaktuara për zgjedhjen e kryetarit të këtij këshilli të mos cënohen. Një tjetër shqetësim i këtij komisioni është edhe pas 3 muajsh nga funksionimi, ende nuk është zgjidhur vakanca e krijuar në Autoritetin e Mediave Audiovizuale, si dhe ende nuk është shqyrtuar struktura e propozuar. Mazhoranca siguroi se javën e ardhshme do të ketë një përgjigje për këtë situatë. Ne kemi detyrën si komision e para të plotësojmë vendet vakante, sepse aktiviteti i një organi shumë të rëndësishëm po pengohet, nga mosveprimi i ynë, dhe e dyta për strukturën duhet ta marrin shqyrtim dhe të themi po apo jo, apo po me ndryshime. Brenda mbledhjes së radhës së komisionit do të jetë qartësuar përfundimisht edhe qëndrimi zyrtar i deputetëve të mazhorancës në lidhje me këtë çështje. Nga java që vjen, kandidatët për Këshillin Drejtues të RTS-s do të paraqiten në këtë komision dhe do të kenë 5 minuta afat për të prezantuar dhe përgjigjur pyetjeve të deputetëve.